Nëse jo të ke Lumira Abdigjiku, ku po moni shpresë dhe ku asgjitja. Sa po ata që nuk po moni shpresë të LDK-ja, që ka me votu kryetari ku ka bosh shpresë po asgjitja që me do prit Gershi Brevje. Neve LDK-s ja kemi bërë një ofertë shumë të sinqertë. LDK-ja e ka refuzuar dhe ka nisur të flasë për tranzicion si në vitin 1999 në Kotun Mikut. Nuk është e pranueshme një arsyetim i tillë. Unë besoj, duat besoj, që brenda lidhjes demokratike të Kosovës, ndoshta jo vetëm në kuadër të grupit parlamentar, ka mjaft njerëz të cilët mendojnë përtej interesit personal, edhe që ata njerëz do të arrisin presionin ndaj kryetarit të tyre Abdigjiku edhe ndaj LDK-s në përgjithësi, me qëllim që LDK-ja të bëjë një lëvizje pozitive në të mirë të Kosovës. Çka nëse presidenti ja propozon një qeveri? Ne mund të flasim për çfarë do që të doni mirë, po ne të gjithë duhet të veprojmë në kuadër të kompetencave tona kushtetuese. Dihet kush e propozon qeverin. Nuk duhet i ngatrojmë kompetencat, sepse atëherë hymë në një anarki totale. Nuk ka kompetenca askush përveç atyre që i kanë fituar zgjedhjet njëherë të propozojnë kryetarin e kuvendit, ta konsolidojmë kuvendin dhe pastaj shkojmë në qeveri. Nuk mund të kapërcejmë hapa. Edhe njëherë, edhe kryeministri, edhe presidentja, edhe opozita, edhe deputeti, të gjithë duhet të veprojmë në kuadër të kompetencave ligjore që i kemi